Përshëndetje të nderuar teleshikues, këtu drejt për drejt nga studio numër 2 e televizionit Apollon në emisionin Kolazh. Duke marrë shkas edhe nga libri Figurat më të shquara të rrethit të Fierit, sot kemi të ftuar në emisionin Kolazh çiftin Gjerazi. Unë ju uroj mirëmbrëma dhe i falenderoj për ftesën. Mirëmbrëma dhe ju faleminderit. Përpara se unë të nis bisedën me ta, desha të lexoja disa faqe nga CV-ja e tyre. Tereza Kol Gjerazi ka lindur më 27 shkurt 1935. Është e bia e Koli dhe Regjina Shoshit, me origjinë nga Shkodra. Shkollën fillore dhe unike i kreu në Fier, ndërsa më pas përfundoi studimet në Liceun Artistik Dega Dramaturgji, me rezultate shumë të larta. Në aktivitetet artistike filloi të aktivizohej qysh në vitin 1945-46, fillimisht në grupin e baletit, ndërsa në vitin 1949 kaloi në grupin diletant të teatrit pranë Shtëpisë së Kulturës. Qysh në rolet e para në teatr, ajo demonstroi një talent të spikatur, çka bëri që menjëherë t'i besoheshin rolet kryesore në shumë pjesë teatrale, drama e komedi, si Në Ngështenjat e Pragës, Rruga e Madhe, Punë Grash, Një ditë pushimi, Familja e Peshkatarit, Ne jemi qytetar sovjetik, Dega e Gjelbër, Pas vdekjes e shumë të tjera. Me krijimin e teatrit të estradës profesioniste në vitin 1956, ajo emërohet aktore profesioniste pranë kësaj trupe, dhe deri në vitin 1966 ka emituar mbi 200 role dhe më shumë se 40 premiera. Në të gjitha shfaqjet e estradës ajo ka qenë prezantuese e programeve, që i përcillte me mjaft kulturë dhe elegancë. Pal njështërisë së lartë të aktrimit, realizonte për herë një lidhje organike e organizmave të gjithë spektaklit. Recitimet e saj të paharrueshme, përmes një atmosfere të ngrohtë e entuziaste, krijonte në çdo shfaqje emocione të veçanta e të papërshëritshme tek spektatori i shumëdashëm Pierak. Talenti i rezistuar dhe demonstruar i fuqishëm i Terezinës ka tërhequr për herë vëmendjen e kritikëve dhe jurive artistike. Terezina Gjerazi ka qenë një talent i natyrshëm që e dallonte nga çdo gjini të artit skenik, që e bënte atë të shquhej në të gjitha trupat artistike në të gjithë vendin si një artiste mjaft e kompletuar. Pasioni për artin nuk u shua asnjëherë në qenien e saj. Gjatë kohës që përjedhoi të luftës së klasave, ajo u detyrua të punonte në ndërmarrjen ushqimore në Fier. Me vullnet dhe me punë të madhe këmbgulse, ajo krijoi, drejtoi dhe luajti edhe vetë në përbërjen e tij grupin amator të estradës e teatrit të kësaj ndërmarrje, duke vënë në skenë, përveç disa shfaqjeve variateve dhe estradave, edhe disa drama nga më të arrirat e dramaturgjisë shqiptare, si Mulliri Kostbardhit, Kilometri 27, Familje e Peshkatarit, me të cilën në Olimpiadën Kombëtare të Teatrove u nderua me çmimin e parë si regjizore, me çmimin e parë si aktoria më e mirë, si dhe me çmimin e parë si trup artistike. Terezina Gjerazi mbeti dhe është për herë një aktore e madhe shqiptare.